Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe analizuar pak Vanesën dhe Indrin. Ju tashmë e dini shumë bukur që në Ferma po komentohet një afrimitet, në fakt u komentua dhe në Prime-in që kaloi, afrimiteti mes Vanesës edhe Indrin. Të ftuar në dhomën e Agait, Vanesa edhe Indri thanë që nuk kanë emocione për njëri tjetrin, përkundrazi, janë miq shumë të mirë. Por siç duket, të dy banorët kanë filluar që të luajnë një metodë tjetër. Nata e sonte ka qenë një natë bombastike, ku në partin e organizuar nga Agai, banorët Indri dhe Vanesa filluan që të shprehin kënaqësi, pozitivitet, përqafime, emocione, edhe pse në këtë rast Vanesa ka një lidhje të hapur jashtë, do të thënë Vanesa jashtë të fermës është e fejuar. Shumica mendojnë, do të thënë që kjo mund të jetë një strategji e produksionit, që Vanesa mund të jetë në dieni të produksionit për të rritur shikimet, por mua nuk më duket një gjë e tillë. Tani i dashuri apo i fejuari, se kjo është edhe më e keqe, do të thënë i Vanesës reagoi jashtëzakonisht shumë. Tani të njëjtën histori e kishim në Big Brother me Selinës edhe Mirit për krevatin dhe të njëjtën histori e kemi në Ferma VIP nga Vanesa dhe Indrin, që nisin marrëdhënien e tyre. Unë mendoj që Vanesa është kjo vajza e cila e ka këtë karakterin që do të thënë nëse pëlqen një diçka, edhe mund ta bën pa pik problemi, do të thënë në pamjen e parë, unë nuk shoh afrimitet shoqëror. Përqafimi që i dha Indrin Vanesës e bëri që ajo të ndjehet e plotësuar në krahët e tij dhe është shumë e lumtur që është me të në fer. Do të thënë që po lindë një diçka po lindën. Në fakt është për të befasuar reagimi i të fejuarit të saj, që publiku ka ngritur pikpyetje edhe Vanesa që ndoshta edhe nuk është e fejuar, e ka sajuar këtë gjën vetëm për klikime, por mua më duket budallallik që të sajosh një diçka të tillë për klikime, që duke njohur shoqërinë shqiptare se sa paragjykuese mund të jetë, vetëm për të kapur Prime-in. Unë mendoj që Vanesa është e fejuar, por ndoshta ka arritur në atë pikën që nuk ka më ndjenja për të fejuarin e saj, nuk ka më emocione për të fejuarin e saj dhe është duke bërë një histori tjetër për ta kënaqur veten e saj. Do të thënë nuk pati puthje, pati përqafime të ngrohta, pati përqafime duke u puthur në përfyt, duke u puthur në përqaf, që në fakt nuk kupton që diçka mes këtyre të dyve po nis. Tani, a është kjo një strategji e produksioni që ta shndrojnë fermën në një spektakël të papar që të ketë klikime apo jo? Apo thjesht është përzgjedhja e Vanesës? Nëse është përzgjedhja e Vanesës, më duket jo korrekte. Ajo duhet të mbyllën raportin me të dashurin e saj, jo do të thënë ti kërkon falje të fejuarit gjatë Prime-it për sjelljet e saj që ndoshta jashtë mund të jenë keq kuptuar dhe pas Prime-it të vazhdon përsëri në të njëjtën rrugë.